Ngjarje e rëndë në lagjen Butel të Shkupit, gjyshi vret nipin dhe veten, plagos gruan dhe vajzën. Të plagosurit luftojnë me vdekjen. Gjykata themelore Shkup 1 nuk dërgon në paraburgim asnjë funksionar të VMRO-s, por vetëm ja merr pasaportat Kançevskës, Peshevski dhe Trajanovski. Specialja do të ankohet. Përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, Metju Nimic vjen në Shkup për të rinisur bisedimet për zgjedhjen e kontestit disa vjeçar të emrit. Biblioteka e Tetovës i ka kushtet si në mesjet, në 200 metra katror veprojnë 4 sektor, ka vetëm 15 të punësuar të cilët kujdesen për 5.000 lexues. Përshëndetje, me lajmet qendrore në televizionin Shenja. Një tragjedi tjetër e përgjakur ka ndodhur mesditën e sotme në Shkup. Një tjetër vrasje familjare, kësaj radhe në rrugën Ho Chi Minh në lagje Butel të Shkupit, ku gjyshi 84 vjeçar ka vrarë nipin, ka plagosur gruan dhe vajzën dhe së fundmi ka vrarë edhe veten. Një tragjedi tjetër e përgjakur ka ndodhur mesditën e sotme në Shkup. Një tjetër vrasje familjare, kësaj radhe në rrugën Ho Chi Minh në lagjen Butel të Shkupit. Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar vrasjen. Nga kjo ministri kanë thënë se ngjarja ka ndodhur në mesditë, kur gjyshi i identifikuar me inicialet PT, i lindur në vitin 1933, ka shtënë me pistolet në bashortën e tij Pavlinën. Më pas ka shtënë edhe ndaj vajzës së tij LT dhe ndaj nipit të tij, i cili ka vdekur nga plagët e marra. Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 12:40. Në vendin e ngjarjes ka ndëruar jetë nipi 34 vjeçar, ndërsa i dyshuari ka bërë vetvrasje. Me automjetin e ambulancës së shpejtë, në qendrën urgjente janë transportuar të dy gratë, të cilat sipas informatave fillestare janë në rrezik për jetë. Ekipi i televizionit Shenja vizitoi vendet e ngjarjes, ku i gjeti në pikëllim dhe hidhërim të thellë familjarët dhe fëmijët. Të tronditur nga ky rast, ata nuk kishin fuqi që të komentojnë mbi këtë tragjedi, e aq më pak të sqarojnë rrethanat të cilët të sollën deri te kjo tragjedi. Ndërkohë nga MPB kanë bërë të ditur se po vazhdojnë hetimet për të zbardhur arsyet e kësaj vrasjeje. Gruaja dhe vajza e plagosur në Butel kanë marrë plumba në kokë dhe janë në rrezik për jetën. Këto janë informatat më të fundit të marra nga gazetari i televizionit Shenja, nga dëshmitar që kanë parë të plagosurit në qendrën urgjente kirurgjike në Shkup. Sipas informatave jo zyrtare, gruaja më e moshuar është qelluar nga plumbi në afërsi të syrit dhe hundës, ndërsa plumbi ka kaluar në anën e pasme të kokës. Sipas informatave edhe vajza është qelluar në kokë, por sipas informatave jo zyrtare, djali i vrarë ka qenë i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme në sektorin për kontroll të brendshëm. Deri në këto momente, nga informatat e marra jo zyrtare, nëna dhe vajza janë në rrezik për jetën nga plagët e marra. Ecim me zhvillimet politike. Gjykata themelore Shkup 1 hodhi poshtë të gjitha kërkesat për paraburgim të kërkuara nga ana e prokurorisë speciale. Themelora vendosi që t'ja marrë pasaportat ish zëvendës kryeministrit Vladimir Peshevski, ish ministres për kulturë Elizabeta Kançevska-Milevska, kryetarit të Gazibabës Toni Trajanovski, Ivona Talevskës dhe Llatasit. Gjykata ka hedhur poshtë kërkesën e PSP-s për paraburgim të deputetit të BDI-s Eyüp Halimi, i akuzuar në lëndën Titanik për shkatrim të materialit zgjedhor dhe zëvendës drejtorit të drejtorisë për të ardhura publike Ismet Gurit. Gjykata ende nuk ka vendosur për kërkesën për paraburgim për ish kryeministrin dhe kryetarin e VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski, por drejtorin e DZK Sasho Mjalkov, ish ministren e Brendshme Gordana Jankullovska, ish ministrin e transportit Mile Janakievski dhe ish sekretarët e qeverisë Martin Protugjer dhe Kirill Bozhinovski. Gjykata Shkupi 1 përsëri vendosi të mos paraburgos asnjë nga ish funksionarët e VMRO-DPMN-s dhe BDI-s.
Pas kërkesave të fundit të prokurorisë speciale, ish zëvendës kryeministri Vladimir Peshevski, ish ministre e kulturës Elizabeta Kanqevska-Milevska dhe kryetari i komunës së Gazibabës Toni Trajanovski nuk do të qëndrojnë në paraburgim, por vetëm do të merren pasaportat. Përveç kësaj, ata janë obliguar që të paraqiten në gjykatë një herë në javë. Ish zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski është akuzuar në rastin Trajektoria për zgjedhje të kompanisë për autostradat kineze. Ish ministre e kulturës Kanqevska-Milevska akuzohet për tender për muzeun e Vëmëros. Po ashtu, nuk ka paraburgime edhe për të akuzuarit të tjerë në këtë rast. Kryetari i komunës së Gazibabës akuzohet për rastin TNT për prishjen e Kosmosit. 4 të akuzuarve tjerë krahas Trajanovskit nuk u janë marrë pasaportat. Gjykata penale solli vendime edhe për 5 raste të tjera. Në rastin Tarifa, për softwarein për Elemin, gjykata e ka pranuar kërkesën dhe 3 të akuzuarve u ka caktuar mas të kujdesit, marrje e pasaportës edhe të paraqiten në gjykatë një herë në javë. Mas kujdesi ka edhe për të akuzuarit në rastin Trezor për blerjen e pajisjeve për përgjim. Ndërkaq, mbrëm gjykata penale ka hedhur poshtë kërkesën e PSP-s për paraburgim të deputetit të BDI-s Ejup Alimi, i akuzuar në lëndën Titanic për shkatërrim të materialit zgjedhor. Gjithashtu, është refuzuar edhe propozimi për paraburgim për Ismet Gurin. Gjykata penale ka përcaktuar mas kujdesi për Ivona Talevskën, e akuzuar në lëndën Tifani. Asaj i është marrë pasaporta dhe çdo të hënë duhet të paraqitet në gjykatë, me çka është pranuar në përgjithësi kërkesa e PSP-s. Të njëjtat masa janë përcaktuar edhe për 2 të akuzuarit në rastin Barishta. Për lëndën Total, në të cilën akuzohet Dragan Pavlović Llatas, gjykata ka hedhur poshtë kërkesën e PSP-s për paraburgim. Për Llatasin do të ketë vetëm mas kujdesi, gjithsesi atij i është marrë pasaporta. Pjesërisht është pranuar kërkesa e PSP-s në lidhje me lëndën Torturat. Një i akuzuar detyrohet të paraqitet një herë në javë në gjykatë, ndërsa 5 të akuzuarve të tjerë ju është përcaktuar mas e kujdesit. Bëhet fjalë për pjesëtarë të njësitit Alfa, të cilët akuzohen për dhunë gjatë arrestimit të Lube Bashkovskit. Prokuroria Speciale Publike do të ankohet për vendimet e Këshillit Penal të Gjykatës Themelore Shkup 1. Këtë e kam bërë të ditur për televizionin Shenja nga Prokuroria Speciale. Ankesa do të dërgohet të hënën brenda afatit ligjor prej 3 ditëve nga marrja vendimit. Ankesa vjen pas vendimit të Gjykatës Themelore Shkup 1 për të mos vendosur mas paraburgimi për të akuzuarit nga ana Prokurorisë Speciale Publike, që janë zyrtar të lartë të VMRO-s dhe të BDI-s. Kërkesa për paraburgim është refuzuar për Ejup Alimin dhe Ismet Gurin, Vladimir Peshevskin, Elizabeta Kanqevska-Milevskën, Dragan Pavlović Llatasin, Djoko Popovskin e Toni Trajanovskin. Sot përfundimisht ka dhënë afati 2 vjeçari i Prokurorisë Speciale, në kuadër të cilit kjo prokurori mund të hapte raste të reja. Ky afat ndërlidhet me datën kur specialja ka pranuar materialet e përgjuara nga LSTM-ja. Prokuroria Speciale Publike insistonte në vazhdimin e këtij afati, ndërsa ekspertët kërkonin formimin e një reparti special në kuadër të sistemit gjyqësor të Maqedonisë, por nuk ndodhi asnjëra nga këto. Në ndërkohë, shqiptarët përkrahin pare zer formimin e prokurorisë udhëhequr nga Kati Sajaneva me shpresë se do të zbardheshin rastet e dyshimta si Monstra, Sopoti apo Brodeci, por rezultati përfundimtar thot se asnjëri nga këto raste nuk u procedua nga specialja. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, PSP-ja nuk ka arritur që të dërgojë prapa grilave asnjë funksionar. Përfundimisht skadoi afati i Prokurorisë Speciale Publike, gjatë të cilit kjo prokurori mund të hapte raste të reja. Kjo ishte paraparqe nga themelimi i kësaj prokurorie, ku thuaj se PSP mund të hap lëndë në afat prej 2 viteve që nga marrja e materialeve. Materialet, kjo prokurori i mori pikërisht më datë një korrik të vitit 2015. Donë se ishte kërkesë e kësaj prokurorie që të zgjatet mandati i saj. Kjo nuk ndodhi pasi qeveria e mëparshme e përbërë nga partnerët VMRO-BDI nuk arriti që të miratoj ligjin e ri për Prokurorinë Speciale Publike që parashikte zgjatjen e mandatit. Sidoqoftë, gjatë kësaj periudhe, PSP-ja ka arritur të hap 20 lëndë, por deri më tani nuk ka futur asnjë funksionar prapa grilave. Në përgjithësi, opinioni mirëpritje formimin e speciales, por me hapjen e lëndëve të para, opinioni e kishte të qartë se ajo do të përballet me sfida të mëdha. Si pasojë, ekspertët dhe partitë të caktuara politike kërkonin themelimin e një reparti special në kuadër të sistemit gjyqësor të Maqedonisë, kërkesë e cila asnjëherë nuk u realizua. Në ndërkohë, në çdo hulumtim të opinionit publik,
PSP-ja gëzonte mbështetje dhe besim maksimal tek popullata shqiptare. Në mas të madhe, kjo kishte të bënte me zbardhjen e rasteve të dyshimta siç janë rastet Monstra, Sopoti apo Brodeci. Paraprakisht, ishin zhvilluar protesta masive ndaj vendimeve të gjykatës për këto raste, duke shfaqur mosbesim ndaj vendimeve të gjyqësorit, andaj formimi i speciales fillimisht shihej si një shpresë e madhe. Mirë po, prokuroria speciale nuk hapi lëndë për këto raste, duke sjellë edhe zhgënjim tek shqiptarët. Rasti i parë të cilin e hapi prokuroria speciale, Titanic, kishte të bëjë me dyshime për manipulime dhe vjedhje zgjedhore, ku si të dyshuar mes tjerash figuronin edhe ish-ministrat Milejana Kievski dhe Gordana Jankulovska dhe kryetari i Këshillit Zgjedhor të Çairit Ismet Guri. Pasoi rasti tortura, që kishte të bënte me arrestimin e Ljube Boshkovskit, ku ish shefi i DSK-s, Sasho Mjalkov, dyshoi se e ka urdhëruar, ndërsa udhëheqësi atëhershëm i Alfave e ka realizuar arrestimin e Boshkovskit. Rastet Fortesa dhe Thesari kishin të bënin me shkatrimin e pajisjeve për përgjim brenda MPB-s, respektivisht me keqpërdorimet e parave, gjithashtu në MPB. Ndër rastet më të përfolura në opinion, ishin edhe rasti me shuplakat e porositura ndaj Zhernovskit, ku si akuzuar figuronte ish kryeministri Nikola Gruevski. Pastaj rasti Target, ku PSP synonte të tregoj se kush kë ka përgjuar, por edhe rasti Talir, ku bëhej fjalë për finansimin e VMRO-DPMN-s. Përpos këtyre, gjatë kësaj periudhe u hapën edhe rastet Target, Transportuesi, TNT, Toplik, Tenderat, Tanku, Tarifa, Trust, Tabela, 300, Total, Tifani, Trajektoria dhe Lëndina. Një gjë e përbashkët për të gjitha rastet që i ka njësuar prokuroria speciale është se në emërimet origjinale në gjuhën maqedonase fillojnë me shkronjën T. Dhuna ushtruar më 27 prill në kuvendin e Republikës së Maqedonisë sipas diplomatit të lartë të SBA-ve Hojt Brajani, është momenti më i errët i Ballkanit për këtë vit. Duke folur në forumin në Dubrovnik, Brajani tha se lajmi më i mirë për rajonin ka qenë formimi i qeverisë së re në Maqedoni. Në këtë forum mori pjesë edhe ministri i jashtëm i Maqedonisë, i cili shprehu përkushtimin e qeverisë që ta kthejë Maqedoninë në rrugën evropiane. Momenti më i errët i Ballkanit për këtë vit ka qenë 27 prilli, kështu ka deklaruar diplomati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hojt Brajani në forumin në Dubrovnik, në të cilin mori pjesë edhe ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Dimitrov. Momenti më i errët i Ballkanit për këtë vit ka qenë 27 prilli në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ndërsa lajmi më i mirë në gjithë rajonin, formimi i qeverisë së re reformatore. Në forumin Bashkëpunimi dhe Siguria Adriatik me Ze në Evropën Juglindore, në Dubrovnik, ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë zhvilloi takim bilateral me diplomatin amerikan Hojt Brajani, siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Jashtme. Në takim është potencuar mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për integrimet euroatlantike të Maqedonisë. Në fjalimin e tij gjatë panel diskutimit, ministri i jashtëm Dimitrov deklaroi se shteti nuk mund të jetë stabil me institucione të brishta. Stabiliteti, demokracia dhe shteti i drejtë shkojnë së bashku. Një shtet nuk mund të jetë stabil në afat të gjatë nëse ka institucione të brishta. Stabiliteti vjen nga institucione të fuqishme, sundimi i së drejtës, gjyqësori i pavarur, prosperitet ekonomik, media të lira. Qeveria e re reformatore punon me përkushtim që ta kthejë shtetin në rrugën evropiane. Në panel diskutimin kushtuar paqes, sigurisë dhe stabilitetit, ministri Dimitrov ka theksuar se Ballkani patjetër duhet të rritet shpejt para se gjenerata e re në tërësi të ngrehet duart dhe të shkojë vetë në Evropë. Pjesë e diskutimeve të forumit ka qenë edhe kriza me refugjatët. Përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë Matthew Nimitz vjen në Shkup për të rinisur bisedimet për zgjidhjen e kontestit disa vjeçar të emrit. Nimitz ka paralajmëruar se kësaj radhe nuk do të sjellë propozim të ri, por vetëm do të diskutojë rreth kësaj çështjeje. Përfaqësuesi special i Kombeve të Bashkuara në bisedimet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë Matthew Nimitz prej sote deri më 4 korrik do të qëndrojë në Shkup, ku do të zhvillojë takime me zyrtarët e lartë të shtetit rreth mundësive për zgjidhjen e kontestit. Nga Ministria e Punëve të Jashtme të vendit kanë konfirmuar se shefi i diplomacisë së Maqedonisë Nikola Dimitrov do të pret në vizitë ndërmjetësuesi Nimitz ditën e hënë në hapësirat e kësaj ministrie. Siç është paralajmëruar edhe më herët, temë kryesore e këtij takimi do të jetë çështja e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë. Ndërkohë, shërbimi për informimi i OKB-s njofton se Nimitz vjen në Shkup me ftesë të qeverisë së Maqedonisë
Për të diskutuar mënyrat për të arritur përparim në bisedimet e ndërmjetësuara nga OKB-ja për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për çështjen e emrit, ai në Maqedoni dhe rajon nuk ka qenë për më shumë se 2 vite. Shpresoj se vëmendja do të kthehet në këtë çështje. Jam këtu të testoj gatishmërinë tek të gjitha palët për përparim serioz. Këtë radhë nuk sjell propozim, tha Nimit. Ai shton se shpresat për zgjidhjen e kontestit disa vjeçar shtohen pasi qeveria e re ka dërguar sinjale se është e gatshme të punojë për marrëdhënie të mira fqinjësore. Shërbimi njoftoi se pas kësaj është parashikuar që Nimic të shkojë në Athinë. Metju Nimic në fund të muajit të kaluar në një intervistë për një gazetë greke tha se zgjidhja e çështjes së emrit duhet të jetë lart në agjendën e qeverisë së re. Ai pret që të fillojnë negociatat serioze për zgjidhjen e këtij konteksti. Ndërkaq problemi i emrit është një ndër çështjet më serioze që bllokon procesin e integrimeve euroatlantike të vendit. Autobusi nisur dje nga Vjena për në Maqedoni me mërgjimtar që ktheheshin për në shtëpi për pushimet e verës është përfshirë nga zjarri në veri të Serbisë. Shkaqet e zjarrit mendohet të kenë qenë një defekt në motor. Autobusi është djegur plotësisht, por për fat të mirë nuk ka pasur viktima apo lëndime nga udhëtarët që gjendeshin në të. Udhëtarët kanë pritur me orë të tëra në diell dhe temperatura të larta për autobusin tjetër që do t'i sjellë ata në shtëpi. Biblioteka e Tetovës edhe sot vazhdon të punojë në kushte të mjerueshme me vetëm 200 metra katror dhe 15 të punësuar. Drejtori i bibliotekës Mahim Murtezani thotë se ka 70 vite që presin ndryshime. Shqetësimi i studentëve shqiptar vazhdon të jetë Biblioteka e Tetovës që ka vetëm 200 metra katror dhe 150.000 tituj. Për skaj kushteve të vështira, ka mungesë të punësuarve ku numërohen vetëm 15 të tillë. Për këtë fakt është i vetëdijshëm edhe drejtori i bibliotekës Mahim Murtezani. Madje ai thotë se 70 vjet është pritur për ndryshim, por për të njëjtën gjendje fatkeqësisht flitet edhe sot. Kushtet janë jashtë çdo standardi. Kur e them jashtë çdo standardi, këtë to çka I përmenda, pikpamjen e parë duket se është krejt normal. Mirë, por ne funksionojmë me një hapësirë për 200 metra katror. Sektori I katalogjizimit, sektori I gazetave, sektori për fëmijë dhe të rritur, domethënë 4 sektor, këtu veprojnë me një hapësirë për 200 metra. Duke pasur parasysh se Tetova ka 2 universitete dhe mund të quhet qytet universitar, është për të ardhur keq që të rinjve të mungojë leximorja. Ne për mendimin tim veprojmë kushte jo normale. Ne jemi në hak dhe në borxh lexuesve. Lexues shumë kemi, të sjellshëm, të mirë, lexojnë. Të ta përmend për fat keq ne nuk kemi as leximore. Sa për krahasim Biblioteka Universitare e Manastirit, edhe pse ka mbi 4.000 lexues, ka të punësuar mbi 130 persona. Situatë e njëjtë është edhe me Bibliotekën e Velesit, e cila ka 1.400 lexues dhe 45 të punësuar, kurse Biblioteka e Tetovës ka vetëm 15 të punësuar, të cilët kujdesen për 5.000 lexues të rregullt. Duke filluar nga sot, policitë kufitare të Shqipërisë dhe Kosovës do të kryen kontrolle të përbashkëta. Shteti Baltik I Estonisë merr kryesimin e Unionit Evropian, prioritet mbrojtja e unitetit të vendeve anëtare. Grupi I parë I zyrtarëve policor të Policisë së Kosovës sot udhtoi për në Republikën e Shqipërisë për të kryer patrullime rrugore së bashku me Policinë e Shqipërisë. Majori Jeton Rexhepi, drejtori I Drejtorisë për Komunikacionin Rrugor dhe bartës I implementimit memorandum të bashkëpunimit mes palës kosovare dhe shqiptare, tha se patrullimi I përbashkët gjatë 7 viteve të fundit është realizuar me sukses dhe ai po ndikon që të ketë më shumë siguri në rrugë. Ndërsa Skënder Ismaili, shefi I sektorit të sigurisë rrugore në drejtorinë e Policisë së Shtetit shqiptar, ka thënë se si pasojë e bashkëpunimit të ndërmjet 2 policive gjatë viteve të fundit, ka pasur rënje të numrit të aksidenteve në sezonin veror në rrugët e Shqipërisë. Ai ka bërë të ditur se do të ketë ndëshkime për shkelcit
përmbajtësit e rregullave në komunikacion. Në bazë të marrëveshjes të bashkëpunimit mes dy policive, është pare arsyeshme që prezenca e policisë së Kosovës në territorin e Republikës së Shqipërisë gjatë viteve të kaluara ka qenë e suksesshme, si në shkëmbimin e eksperiencave të policive në kryerjen e shërbimeve policore, ashtu edhe në rezultatet të cilat kanë pasur. Estonia mori sot presidencën e Bashkimit Evropian dhe do të udhëheqë me të për 6 muaj. Estonia njoftoi se prioriteti i saj është të mbrojë unitetin e 27 shteteve anëtare të BE-s pas vendimit të Britanisë për largimin nga BE-ja. Presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian më një korrik kaloi nga Malta në Estoni. Ky shtet këtë detyrë do ta kryejë mes periudhës 1 korrik dhe 31 dhjetor të vitit 2017. Presidenca e Këshillit të BE-s me nga 6 muaj periudhë është duke u marrë përsipër nga shtetet anëtare. Vendi i cili merr këtë detyrë përsipër menaxhon mbledhjet në Këshill. Estonia njoftoi se prioriteti i saj është të mbrojë unitetin e 27 shteteve anëtare të BE-s pas vendimit të Britanisë për largim nga BE-ja. Në programin e Estonisë, të cilin e ka përgatitur për presidencën në fjalë, theksohet se BE-ja në nivel global si dhe rajonal është duke luftuar me teste me të cilat nuk është përballur më herët. Estonia, e cila do të marrë presidencën e Këshillit, beson se me këto probleme mund të përballet me unitet dhe vendoshmëri. Duke negociuar largimin e Britanisë nga BE-ja, në të njëjtën kohë duhet të sigurojmë një kalim të shpejtë në një BE me 27 shtete. Theksohet se Estonia, e cila është në pozitë kryesuese në fushën digjitale në Evropë, edhe me marrjen e kryesisë së Këshillit Evropian, do të fokusohet në zhvillimin teknologjik. Qeveria e Estonisë publikoi programin e Këshillit Evropian, ku u theksua rëndësia e lëvizjes së lirë dhe të sigurt të dhënave. Evropa duhet të përshtatet me zhvillimet teknologjike dhe duhet të përfitojë nga këto potenciale. Kjo do të ndihmojë qytetarët në jetën e tyre të përditshme dhe sjell dobi të madh për bizneset dhe shtetet anëtare, thuhet në program. Po ashtu njoftohet se Estonia, e cila është një koqire e qendrës së ekselencës kibernetike të NATO-s, do të angazhohet lidhur me temën e sulmeve kibernetike. Pas Estonisë, kryesinë e Këshillit të BE-s do ta marrë Bullgaria, Austria dhe Rumania me radhë. Të paktën 5 persona vdiqën sot në kryeqytetin bullgar për shkak të një vale të fortë të nxehti që ka prekur vendin nga temperatura që arrin deri në 44 gradë Celsius. Në mesditë, ekipet e shpëtimit i kanë dhënë asistencë rreth 200 personave që ndodheshin në gjendje të rëndë, theksoi zëdhënësja e shërbimeve të urgjencës në Sofje, Katja Sungareska. Kjo fundit këshilloi banorët që të mos dalin nga shtëpi gjatë ditës dhe të telefonojnë shërbimet e urgjencës vetëm në raste shumë të rënda për të ruajtur ambulancat për rastet që kanë më shumë nevojë. Rjeti sirian për të drejtat e njeriut ka bërë me dije se në gjatë 6 vitet e luftës civile si pasojë e torturave të palëve luftuese si forcat regjimit dhe organizatat terroriste ISIS dhe PYD-PKK kanë humbur jetën 13.029 persona, prej të cilëve 164 fëmijë dhe 57 gra. Ndërkohë vetëm si pasojë e torturave të regjimit të Bashar al-Assadit, sipas raportit kanë humbur jetën 12.920 njerëz, prej të cilëve 161 fëmijë dhe 41 gra. Regjimi i Sirisë ka ushtruar torturë sistematike ndaj të burgosurve që në vitin 2011 morën pjesë në kryengritjet popullore pro-demokratike. Disa muaj pas kryengritjeve, torturat morën për masa sektariane dhe raciste. Regjimi ka bërë tortura me orë të tëra për t'u hakmarrë ndaj opozitarëve të burgosur dhe për të shpëtuar nga ta, thuhet më tej në raport. Sipas raportit, edhe organizata terroriste ISIS ka privuar me forcë nga liria 30 persona, prej të cilëve 1 fëmijë dhe 13 gra, duke ushtruar torturë ndaj tyre. Në raport thuhet se PYD-PKK nuk ka respektuar marrëveshjet ndërkombëtare. Llojet e torturave që ushtron ndaj armiqve të saj janë krime lufte ndërkombëtare, thuhet në raport.
Sipas informacioneve të fundit, të paktën 190 persona kanë humbur jetën në Pakistan kur tentuan të marrin karburant nga cisterna e cila si pasojë e aksidentit doli nga autostrada dhe u përmbys, raporton agjencia Anadolu. Aksidenti ndodhi kur më 25 qershor cisterna me karburant u përmbys në autostradën në rajonin Ahmedpur Sharqia, në afërsi të qytetit Baheo Alpor. Banorët filluan të afrohen për të bler karburant që derdhej nga cisterna. Në mënyrë të befasishme shpërtheu zjarri dhe përfshiu cisternën. Zjarri përfshiu edhe 10 automjete që në momentin e fatkeqësisë qëndronin rreth cisternës. Zyrtarët konfirmuan se si pasojë e lëndimeve gjatë ditëve të fundit kanë humbur jetën edhe 16 persona të cilët ishin në gjendje të rëndë shëndetësore. Autoritetet kanë shprehur shqetësimin se numri të vdekurve mund të rritet, me që për trajtim janë edhe 10 persona të tjerë, prej të cilëve shumica janë në gjendje të rëndë. Dëshmitarët theksojnë se zjarrin e shkaktoi cigaria një banori. Në zjarrin që shkaktoi shpërthimin u shkatruan 6 automobila dhe 12 motocikleta. Ndoqët edicionin qendror, faleminderit për vëmendjen tuaj, rishimin e edicionin në radhës, deri atëherë më ndeqi.